Katër skuadrat pretendente për 3 vendet e para, Bregalnica, Ohri, Skopje dhe Shkëndija Araçinës kanë shënuar fitore të pritura. Shkëndija Araçinës, që drejtohet nga trajneri Berat Imeri në ndeshje në kundër Pobedes së Prilepit, ka regjistruar fitore të thellë 5-0 dhe vazhdon të mbetet në mesin e 4 skuadrave pretendente për kreun e tabelës. Fitore ka regjistruar edhe Bregalnica 1-0 në transfer kundër Detonit Plashkovica. Ohri mundi Prespan 6-1, ndërsa Skopje 7-0 mundi ekipin Kamenica Sasa. Rezultatet e javës së 25: Osogova Teteksi 2-1, Shkëndija Pobeda 5-0, Bellasica Kozhufi 0-0, Sloga Vardari 3-3, Detonit Plashkovica Bregalnica 0-1, Skopje Kamenica Sasa 7-0, Ohri Prespa 6-1, Golemo Konjari Novaci 1-2. Tabelen e kryeson Bregalnica me 58 pikë, ndjekur nga Ohri, Skopje dhe Shkëndija Araçinës me nga 56 pikë.